Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Partia në pushtet në Maqedoninë e Veriut, VMRO DPM është fituese në zgjedhjet e pjesëshme vendore. Sipas Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, pasi janë numëruar 99.94% e votave, forca e qeverisës së Maqedonas e kryeson në 53 komuna, 34 prej të cilave fitojnë në këtë raund. Më pas vjen koalicioni shqiptar Blen, i cili kryeson në 9 komuna, 8 LSDM. Aleanca për Integrim udhëhequr nga BDI ka 5 komuna, ndërsa Partia Demokratike e Turqëve 1 komunë. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut shpalli rezultatet e para zyrtare, sipas të cilave në 43 komuna janë zgjedhur kryetar që në rrethin e parë, ndërkohë që qyteti i Shkupit dhe 33 komuna të tjera shkojnë në rrethin e dytë. Në komunën e Gosivarit votuan vetëm 33.31% e votuesve, duke bërë pjesëmarrjen të pamjaftueshme. Gjithashtu, pjesëmarrja ishte e pamjaftueshme dhe në komunën Mavrovros-Tush, Qendër-Zhupa dhe Vrapçisht. Në këto 4 komuna zgjedhjet duhet të përsëriten brenda 60 ditësh pas rezultateve përfundimtare. VMRO DPM i Mickovskit fitoi 34 komuna, ndërsa në 19 prej tyre shkojnë në balotazh. Nga 9 komuna që vlen kryeson, 4 shkojnë në balotazh. Në Tetov dhe Bogovin do të përballet me kandidatet e koalicionit tjetër shqiptar AKI. Ky e fundit që udhëhiqet nga Partia Ali Ahmetit. Fitoi të 5 komunat që kryesoi: Vrapçisht, Gostivar, Lipkov, Plasnic, Çashk dhe nuk shkon në balotazh. LSDM ka 3 komuna të fituara, ndërsa 5 të tjera shkojnë në balotazh, ndërsa 33 komuna të tjera përfshirë Shkupin shkojnë në balotazh, në shumicën prej të cilave kryeson VMRO DPM. Fituese në raundin e dytë që do të mbahet më 2 nëntor pritet të jenë partitë që kryesuan në këtë raund për shkak të diferencës në vota. Kryetari VMRO DPM tha se partia e tij ka fituar mbi 30 komuna në zgjedhjet lokale. Histria Mickovski tha se këto zgjedhje janë mesazhe dhe për Bashkimin Demokratik për Integrim në krye Ali Ahmetin. Ovdje izbori se i poraka za Demokratska unija za integracije, koga Ali Ahmeti. Këto zgjedhje janë mesazhe dhe për BDI-n, kur Ali Ahmeti rrihte gjoksin se ndryshonte kryeministra. I thash, ngadalë qetësoj, prit, do të befasohesh nga rezultati. Kjo është ajo ditë çka është më me rëndësi në këto zgjedhje: politikat e etocentrizmit, nacionalizmit dhe termave artificial, për Shqiponja dhe Lepuj dhe tema që janë të parëndësishme për qytetarët, janë poshtur, ndërsa hapet çështja për reforma në opozit. Unë nuk dua opozit të padëgjueshme, por më të koncentruar dhe më me kapacitet se kjo, që flet për Shqiponja dhe Lepuj, tha Histria Mickovski. Po kapacitetna od ova koja što zbori za orli i za zajci. Partia e dytë më e madhe maqedonase LSDM pranon se ka fituar në 3 komuna, ndërsa në disa të tjera shkon në balotazh. Kreu i LSDM-s në konferencën për mediat u bëri thirrje qytetarëve që në raundin e dytë të dalin sa më masivisht në zgjedhje. LSDM-ja fitoi në 3 komuna: Kriva Pallank, Bogdanci dhe Krivo Gashtan. Në disa komuna shkojmë në raundin e dytë. Apeloj që qytetarët të dalin masivisht në zgjedhje në raundin e dytë, që kryetarët të kenë legjitimitet më të madh nga qytetarët, tha Venko Filipçe, kryetari i LSDM-s maqedonase. Në Shkup do të mbahet raundi i dytë i zgjedhjeve lokale, ku qytetarët do të zgjedhin mes Orço Gjergjevsit nga koalicioni Maqedonia Jote, udhëhequr nga VMRO DPM, dhe kandidatit nga Majta, Amar Mecinovic, të cilët fituan më shumë vota në raundin e parë. Sipas të dhënave të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve pas numërimit të 99.92% të votave, Gjergjevski ka marrë mbështetjen e 39.43% të qytetarëve të Shkupit, ndërsa Mecinovic fitoi rreth 30.000 vota, përkatësisht 13.2%. Në Saraj në raundin e parë fitoi Muhamet Elmazi nga Blen me 50.28% të votave, përpara Blerant Ramadanit nga AKI me 47.55% të votave. Izet Mexhiti nga Vlen do të jetë kryetari i ri i komunës së Çajirit, pasi fitoi 51.82% të votave, ndërsa Bujar Osmani nga AKI mori 40.39% të votave. Koalicioni i qeverisës në Maqedoninë e Veriut fiton shumicën në Këshillin e Qytetit të Shkupit. VMRO DPM së bashku me partnerët në koalicion, nga gjithsej 45 këshilltar sa ka Këshilli i Qytetit të Shkupit, fituan 25 këshilltar, 7 më shumë se në mandatin e fundit. Kandidati për kryetari i Çajirit nga koalicioni Vlen, Izet Mexhiti, pas rezultateve fillestare të zgjedhjeve lokale, deklaroi se forca qeverise është fituese legjitime në komunat me shumicë shqiptare. Oferta jon fitoi sepse ne ofruam punë, vizion dhe besim. Ne nuk i friksuam njerëzit, por i frymëzuam. Ne nuk i ndam qytetarët, por i bashkuam. Dhe për këtë qytetarit na shpërbleu me votë dhe besim. Në fjalimin e tij, Mexhiti i bëri thirrje të drejtë për drejtë për dorëheqje dhe liderit të BDI-s Ali Ahmeti, duke vlerësuar se ai e dërgoi votën e shqiptarëve në pension politik. As ekstremizmi, as gjua e urrëties, as tentimet për të ndezur ndjenjat nacionale nuk i shpëtuan, sepse shqiptarët nuk mashtrohen më sot
qytetari shqiptar tregoi pikuri politike dhe e dërgoi në pension politik në krahas të vjetër e të vjetruar një politikë të konsumuar. Prandaj sonte po I drejtohem kundërshtarit tim politik, Ali Ahmetit, me plot respekt, por edhe me qartësi, ky çasti kur duhet të tërhiqesh. Vota e shqiptarëve të dërgojnë në pension politik, kështu që uroj nga zemra ditë të qeta e të gjata pensioni. Bujar Osmani, kandidati I BDI-s për Çajirin, pranoi humbjen në zgjedhje përballë zëvendës kryeministrit Izet Mexhiti dhe uron rivalin në drejtimin e komunës për 4 vite të ardhshme. Urime kandidatit tim dhe të gjithë koalicionin që qëndroi pas tij. Ata janë fituesit e zgjedhjeve në Çajir dhe uroj sukses në drejtimin e komunës gjatë 4 vite të ardhshme. Në fund dua të falenderoj familjen time. Ata e mbajtën barrën më të madhe të angazhimit tim politik, por nga aty mora dhe për krajën e fortë për hapat e ardhshëm politik ditëve në vijim, tha Bujar Osmani. Tetova shkon në balotazh ku pritet të përballet kandidati I AK-s për kryetar të kësaj komune Bayram Rexhepi dhe kryetari aktual I Tetovës Bilal Kasami. Rexhepi përmes rrjeteve sociale shkruan se betejë për Tetovën vazhdon, me më shumë përkushtim, me më shumë forcë dhe me të njëjtin ideal për një Tetovë me dinjitet, shkruan Bayram Rexhepi. Bilal Kasami në emër të koalicionit vlen shpalli fitore në Tetovë. Para mbështetësve të tij ai deklaroi se kanë fituar 11 komuna në krahasim me AK-in që ka fituar vetëm 3 komuna. Kasami tha se Tetovën e kanë fituar me diferencë 4000 vota, ndërsa në zonën 6 nuk kanë fituar vetëm Gostivarin. E fituam gjithë Pollogun, e fituam gjithë Maqedoninë. Në Tetovë kemi fituar me diferencë mbi 4000 vota, në zonën 6 I kemi fituar gjithë komunat, përveç Gostivarit, ativa kemi lënë saqe për gjuna kështu. Sikurse tha Kasami, me këshilltarët kanë fituar në të gjitha komunat. Suat Shaqiri rikonfirmohet kryetari I komunës së Çashkës në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Komisioni shtetëror I zgjedhjeve rrëzoi të 5 ankesat për votimet në Çashkë të parashtruara nga VMRO, DPMNE dhe LSDM. Kandidati fitues për kryetari I komunës së Çashkës, Suat Shaqiri, tha se do të jetë përfaqësues të gjithë qytetarëve. Ai falenderoi mbështetësit, në veçanti popullin shqiptar, duke mos u anashkaluar dhe ata që na votuan si popull, pra qytetarët Maqedonas, mërgate në veçanti, të cilët treguan maturi europiane, erdhën dhe ju përgjigjen ftesës për të votuar. Ju falenderit shumë për pjesëmarrjen, falenderit shumë për pjesëmarrjen të gjithë banorëve të Çashkës, javëllçit tepërm, Vranovcit, Sogles, Mellnicës dhe gjithë qytetarëve tjerë të palës tjetër. Unë do të jem zëri I komunës së Çashkës, jam fitues absolut në formën më të mirë demokratike dhe do të jem I barabartë për të gjithë qytetarët pa dallime fetare dhe kombëtare. Partitë maqedonase, VMRO, DPMNE dhe LSDM parashtruan 5 ankesa mbi procesin e votimit për pajisje biometrike për zgjedhjen në komunën e Çashkës, ku fitues doli kandidati shqiptar. Deputeti VMRO DPMNE-s dhe kryetari degës së partisë në këtë qytet Igor Stravovski provokon në rrjetet sociale pas zhvillimeve të fundit politike në komunën e Çashkës. Pas fitores së kandidatit shqiptar në këtë komunë, ai cilësoi Çashkën simbol të identitetit kombëtar maqedonas. Në postimin e tij, Stravovski shkruan: "Çashka është zemra e Maqedonisë dhe duhet të mbetet e tillë." Opozita e shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Aleanca Kombëtare për Integrim, ka numrin më të madh të votës popullore, ndonse listohet e dyta në numrin e subjekteve politike që kanë fituar komuna në raundin e parë të zgjedhjeve vendore. Sipas të dhënave fillestare jo zyrtare të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut, partia në pushtet VMRO DPMNE ka fituar numrin më të madh të votave për këshilltar në zgjedhjet lokale. VMRO DPMNE mori mbështetje nga rreth 302.000 votues, ndërsa opozita LSDM siguroi rreth 126.000 vota. Në vendin e tretë renditet koalicioni Aleanca Kombëtare për Integrim, e udhëhequr nga BDI me mbi 114.000 vota, ndërsa koalicioni Vlen mori rreth 91.000 vota. Nën kryetari BDI-s Arbra Demi tha se Aleanca ka fituar në nivel nacional, që siç theksoi ai, dallimi është mbi 20.000 vota, ndërkohë që ai deklaron se epërsia do të rritet në rezultatet përfundimtare. Lejoni të theksoj se në nivel nacional Aleanca Kombëtare për Integrim është fitues absolut, si totali votave të mbledhura në nivel nacional. Dhe dallimi është mbi 20.000 vota I Aleancës Kombëtare për Integrim përballë Vlenit. Dhe sa përpunohen në rezultatet, ky dallim thellohet edhe më tutje. Ishte Arbra Demi nga BDI. Kryetari I komunës konsiderohet I zgjedhur ai që ka fituar 50% plus 1 të votave, me kusht që në votim të kenë dalë së paku 1/3 e votuesve të regjistruar në listën zgjedhore të komunës përkatëse. Sipas rregullave, nëse asnjë nga kandidatët nuk e përmbush këtë kusht, kalon në raundin e dytë.
Nënkryetari i BDI-s Bujar Osmani vlerëson se pas zgjedhjeve lokale Aleanca Kombëtare për Integrim është forca më e madhe politike e shqiptarëve. Përmes një statusi në rrjetet sociale, Bujar Osmani thotë se me 114.000 vota, Aleanca Kombëtare për Integrim mbetet forca më e madhe dhe përfaqësuesi legjitimi shqiptarëve. Për nënkryetarin e BDI-s, shqiptarët dhanë mbështetje masive në raundin e parë dhe në raundin e dytë duhet ta konfirmojnë kush e mban realisht vullnetin e tyre politik. Arben Fetaj, njerëzi, një nga liderit e Vlen, e komentoi si reagim ndaj tradhtisë rezultatin e Aleancës për shqiptarët në zgjedhjet vendore. Në një postim në rrjetet sociale, Fetaj akuzoi Arben Taravarin dhe Ziadin Selen për tradhtar ndaj strukturës partisë dhe përpasoi zgjedhësit i ndëshkuar me votë. Fetaj kërkoi dorëheqjen e Taravarit pasi në 6 komuna nuk pati asnjë fitore. Koalicioni Vlen në Republikën e Maqedonisë së Veriut fillon garën për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Tetov, Dibër, Struk, Bogovin, Dollnen dhe Brnic. Në emër të koalicionit të partive shqiptare në pushtet në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Driton Sulejmani është i mendimit se ndonse AKI dështoi në zgjedhje, liderit e këtij koalicioni vijojnë të manipulojnë opinionin publik. Për të shpërtuar ato pak shpresa që u kanë mbetur, ata janë gati të shkojnë konkretisht me levicën albanofobe, duke dëshmuar se për pushtet janë gati të shesin çdo parim e çdo ideal që dikur e përmendnin në fjalime. Ishte Driton Sulejmani nga koalicioni Vlen. VMRO DPMNE është e sigurt për fitore në rast të mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Pas përfundimit të raundit të parë të zgjedhjeve vendore, VMRO DPMNE deklaron se në rast se nesër do të mbaheshin zgjedhjet, shumica në pushtet do të fitonte mbi 60 deputet. Nga VMRO thonë se LSTM-ja ka humbur 110.000 vota krahasuar me zgjedhjet e vitit 2021. Kjo humbje sipas partisë e pasqyron më së miri mosbesimin e qytetarëve ndaj politikave të gabuara dhe qeverisjes së LSDM-s tonë nga VMRO DPMNE. Pas pretendimeve të VMRO DPMNE se kanë dalë fitues absolut në zgjedhjet lokale, erdhi reagimi menjëhershëm nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë LSDM, e cila e hodhi poshtë këtë pretendim. Sipas saj, përkundër fitores së disa komunave dhe rritjes së numrit këshilltarëve nga ana e VMRO DPMNE-s, të dhënat reale tregojnë një panoramë krejt tjetër. VMRO-ja nuk mund ta fshijë rënien. Analize matematikore e rezultatit tregon se nëse këto rezultate do të reflektoheshin në zgjedhjet parlamentare, ata do të kishin 52 deputet, ndërsa LSDM të paktën 21, thuhet në deklaratën zyrtare të opozitës maqedonase. Eurodeputeti austriak Thomas Waits kërkon nga Maqedonia e Veriut të bëjë ndryshimet kushtetuese. Pas zgjedhjeve lokale, eurodeputeti kërkoi të bëhen ndryshimet e nevojshme kushtetuese për të përfshirë komunitetin bullgar në kushtetut si pakicë. Waits tha se miratimi i ndryshimeve kushtetuese do të hapte rrugën për fillimin e vërtetë të negociatave. Vendi është tani i përfshirë në procesin e pranimit, por në fakt nuk i kemi filluar negociatat. Duhet i fillojmë ato së shpejti për ta mbajtur vendin në rrugën e dur, deklaroi eurodeputeti austriak. Integrimi në Bashkimin Evropian ishte kryefjale në takimet e kryeministrit të Maqedonisë së Veriut Histria Mickovski me liderët e Unionit në Londër. Pas takimeve me ministrin francez për Europën, kryeministri vlerëson se Bashkimi Evropian dhe fshinji lindor duhet i japin garancinë në pjesën e respektimit të së drejtës ndërkombëtare, respektimit të institucioneve europiane, siç është gjykata për të drejtat e njerëzit, integrimin e komunitetit maqedonas brenda Këshillit Ministror për pakicat tek fshinji lindor e kështu me radhë. Këto nuk janë kushte shtesë. Kjo do të thotë partneritet, kjo do të thotë marrëdhënie e mirë fshinjësore, tha kryeministri Mickovski. Ndërsa në emër të Bashkimit Evropian, përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme Kaja Kallas apelon se dera për anëtarësim është e hapur. Opozita maqedonase kërkon sqarime nga kryeministri Mickovski nëse ka pranuar marrëveshje për pranimin e emigrantëve dhe hapjen e kampeve të refugjatëve me Britaninë e Madhe. Përmes dhënëses Bogdanka Kuzevska, socialdemokratët vlerësojnë se mungesa e informacionit zyrtar dhe refuzimi i Mickovskit për t'u përgjigjur mediave britanike tregon për fshehje të qëllimshme të kësaj çështje strategjike. Për shkak se qeveria jon pothuajse gjithë vitin ka negociuar këtë lloj huazh dhe investimesh, ka njoftuar një kredi prej 7 miliardë eurosh nga Britania, Mickovski nuk mund të fshihet dhe duhet të përgjigjet qartë se çfarë është diskutuar mbi temën e emigrantëve. Ekonomi. Ministri i Transformimit Digjital në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Stefan Andonovski, para ministrave për vendet e Ballkanit Parandimor, paraqiti Innova, një mekanizëm kombëtar për inovacione dhe sipërmarrësi që bashkon 3 ministri për transformim digjital, ekonomi dhe për arsim dhe shkencë në një strukturë të unifikuar që mundëson rezultate reale në terren. Në panelin kushtuar inteligjencës artificiale dhe inovacioneve në kuadër të takimit të zhvilluar në Podgorica, ministri parashikoi se përmes programit Europa Digjitale është siguruar mbështetje për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në formë të qasjes në kapacitete për inteligjencë artificiale. Nga 1 janari 2026 fillon zbatimi i rregullave europiane për dekarbonizimin. Përmes tij synohet ulja e emetimeve të dioksidit të karbonit që krijohen
nga kapacitetet industriale. Qëllimi është reduktimi gradual i ndotjes dhe kalimi drejt një ekonomie më të pastër dhe të gjelbër në përputhje me standardet europiane. Në fazën e parë, detyrimet do të zbatohen për industrinë e çelikut dhe çimentos, dy sektorë që janë ndërburimet më të mëdha të ndotjes industriale. Nëse nuk i respektojmë rregullat e Bashkimit Evropian dhe eksportojmë në BE produkte që janë prodhuar me lëndë djegëse fosile, ato do të nënshtrohen tarifave doganore më të larta dhe kështu do të jenë jo konkurruese në tregjet europiane. Ministri i Energjetikës e Maqedonisë së Veriut, Sanja Bozhinovska, konfirmoi se do të ketë një periudhë tranzitore dhe se Bashkimi Evropian ka shtyrë pjesërisht afatet për zbatim. Maqedonia e Veriut rënditet ndër shtetet me ndotjen më të madhe në rajon. Autoritetet serbe kanë pranuar kërkesën e prokurisë themelore Manastir të Maqedonisë së Veriut për bllokimin e 10 automjeteve të blera në vitin 2025 nga një person juridik me selin në Beograd. Prokuria ka vërtetuar lidhje pronësore mes automjeteve dhe një personi të dyshuar për keqpërdorim në Tec Manastir të Republikës Maqedonisë së Veriut, ndaj të cilës është hapur hetim më 9 tetor. Sipas prokurorisë, nga autoritetet serbe është kërkuar që personi juridik, drejtuesi i tij ose një person tjetër në emër të tyre të mos i tjetërsoj apo disponoj automjetet, pasi ato dyshohet se janë blerë me përfitime të palishme për vepra penale në hetim. Krahas asaj është kërkuar dhe pranuar që të sigurohet të hapet një kasafort në një bankë serbe, të cilën e zotron i dyshuari për të kontrolluar përmbajtjen e saj. Ndoqet për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.